Kur kanë kaluar më tepër se 24 orë nga vrasja e 58 vjeçarit të mëngjesi në e ditës së diel, policia e Vlorës vijon që këtë ngjarje ta kategorizoi ende pa autor, ndërsa e gjithë ngjarja në fjalë është e mbushur me mistere të plota lidhur me shkaqet, por edhe mënyrën se si ajo ka ndodhur. Fill pas ngjarjes janë marrë në pyetje rreth 10 persona. Ata kanë qenë kryesisht familjar, të afërm të tij, komshi dhe koleg, por dëshmitë e tyre në policinë e Vlorës nuk kanë dhënë ndonjë detaj, thjesht kanë pohuar faktin që viktima ishte njeri pa probleme dhe nuk ka patur konflikte me askënd. Edhe nga banorët e zonës njihet gjithashtu si njeri pa probleme, ndërsa në dëshminë e saj bashkëjetuesja ka treguar vetëm se si e ka gjetur të vrarë dhe më pas ka lajmëruar policinë. Askush nga banorët e zonës, madje edhe bashkëjetuesja, nuk i ka parë personat të cilën kanë kryer krimin, teksa gjithashtu edhe krismat i kanë kujtuar si fishek zjarre. 58 vjeçari është goditur nga shumë pranë, fillimisht në trup për ta penalizuar që mos të lëviz dhe më pas 2 herë me armë zjarri në kokë për të siguruar që ishte i vrarë. Momentalisht dyshohet se kemi të bëjmë veç se me një person i cili ka kryer krimin. Ai ka hyrë nga një rrugis pas pallatit ku 58 vjeçari punonte, duke i dalë këtij të fundit përballë. Nuk përjashtohet mundësia që personi që ka kryer krimin të jetë i ndihmuar duke patur informacione të bollshme rreth lëvizjes dhe vendodhjes së tij. Pista kryesore të hetimit janë konfliktet e mushme së fundmi, por edhe përfshirja e tij në ndonjë ngjarje kriminale. Hera e parë që pas ngjarjes nuk kemi makinë të djegur në Vlorë, çka do të thotë që autorët kanë lëvizur në këmbë dhe kanë njohur terrenin dhe itinerarin. Dyshohet të jetë larguar në një tjetër rrugis, po në errësirë totale dhe pa kamera sigurie, pas banesës së 58 vjeçarit, e cila të nxjerr në lagjen aty pranë. Janë sekuestruar DVR e 10 kamerave të sigurisë, të cilat po mbikëqyren tashmë, dhe pritet të shihet nëse dikush prej tyre do të nxjerrë ndonjë detaj, por informacionet momentale janë që një prej kamerave të sigurisë të ketë fiksuar autorin, i cili ka qenë i maskuar dhe në errësirë të plot ka përfituar për të realizuar këtë ngjarje. 58 vjeçari është babai 2 fëmijëve të rritur, gruaja e tij e parë jeton në Itali dhe shumë herë fëmijët vinin dhe takonin. Prej kohësh jetonte me bashkëjetuesen e tij të dytë, e cila është edhe ajo që e ka parë në momentet e para pas ngjarjes, duke lajmëruar edhe policinë.